Vendimi i vdekja e Doriana Hakës pas 11 vitesh, prokuroria e apelit shpall pretencën për mjekët. Prokuroria e apelit shpalli pretencën për 2 mjekët, Petrit Rexhepi dhe Elona Burbat, akuzuar lidhur me vrasjen e vdekjes së Doriana Hakës, bashkëshortes së ish-portierit të Partizanit Alban Hoxha, nëntorin e 2014-s, 2 javë pasi solli në jetë fëmijën e saj të parë. Për Petrit Rexhepin, mjek ginekolog, u kërkua dënimi me 9 muaj burgim, por për shkak të moshës mbi 70 vjeç u kërkua pezullimi i ekzekutimit vendimit dhe vënia në shërpim prove për një periudhë prej 18 muajsh. Gjatë kësaj kohe Rexhepi duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të mos kryej asnjë vepër penale. Prokuroria kërkoi që Rexhepi t'i pezullohet licenca për 5 vite duke mos patur mundësinë të ushtrojë profesionin. Për reanimatoren Elona Burba u kërkua dënimi me 1 vit burg, si dhe heqja e licencës për 5 vite. Në 10 nëntor është caktuar seanca e radhës, mjekët do të paraqesin argumentat e tyre të mbrojtjes dhe pas më shumë se 1 dekade, sorollatjesh në dyert e drejtësisë shqiptare, prindrit e Doriana Hakës do të mësojnë dhe verdiktin e drejtësisë. Familja e të ndjerës akuzon mjekët si përgjegjës për humbjen e jetës së Dorianës.